Futja e provimit të gjuhës së huaj në maturën shtetërore dhe finalizimi me sukses i këtij procesi. Kjo ka qenë kryefjalë e takimit që Ministreja e Arsimit Lindita Nikolla ka zhvilluar gjatë ditës së sotme me maturantët e gjimnazit Gjergj Kastrioti në qytetin e Durrësit. Ndërsa ka evidentuar problemet kryesore që hasen në arsimin parauniversitar, ministria u shpjegoi edhe një herë maturantëve se nota e provimit të anglishtes këtë vit nuk do të ketë impakt sa i përket konkurimit për shkollën e lartë. Ne adresuam shqetësimin, adresuam në mënyrë adekuate, do të thoja, një qasje 3, duke futur provimin e gjuhës huaj, por duke e kushtëzuar provimin e gjuhës huaj vetëm në një parje të plotë të situatës në të gjithë gjimnazet e Shqipërisë, se sa dhe si është niveli i gjuhës huaj i përvetësimit nga maturantët. Pra, duke mos e futur të provim me ndikim as në mesatare, as në koeficientet e tjerë të hyrjes në shkollë të lartë. Nikolla vuri theksin edhe tek puna për përmbylljen me sukses të procesit të maturës shtetërore, ndërsa kërkoi angazhim maksimal nga ana e mësuesve dhe inspektorëve të arsimit.